Thot Allahu te bareke ve teala, dëshiron shpirti, qenja, atë ditë, në mes vetës dhe të keqës vetë, me ka një hapësirë largët punën shka e ka bot keqe, dëshiron sikur kjo punë të kishmet këtë dunja, më të kisharë me ta në akhirat. Thot Allahu gjellu ala, wa ju hadhirukum Allahu nafse, e Allahu thot uruju një pitina. Allahu gjellu thot uruju një pitina. Pasaj thot Wallahu raufun bil ibad, e Allahu është i but me robrit. Tani thamë dhe zë djetarë kanë thonë, si ka mundësi më mbledh ki qërtim me këtë emër raufun bil ibad. Dhe që shtë thonë kanë thonë djetarë, në këta jetë Allahu Gjelluala e ka të reguar butësin më të lartë të tina. Cila është ajo? Kanë thonë, në ka alarmuar para prakisht në këtë dunja nga dënimi i ti, nga idhrimi i ti, nga ndëshkimi i ashpër i ti, duke na furnizuar me të gjitha mjetët perceptuse, duke na dërguar pejgamber me gjuhën më të thjesht, me Kur'an e me të gjitha librat që i ka zbritur Allahu te bareke ve teala, që njerëzit me të vetmin qëllim t'i largohen hidhnimit Allahu xhelel xhelal. A ka butësi më të madhe se çka?